Trajneri Silvinho vendosi që të dërgoj dje në tribun Simonin Etnik Brutin dhe Andi Hadroin. Zgjedhja për këtë të fundit ishte e çuditshme për shkak dhe të situatës aktuale të kombëtarja. Balliu dhe Ali luajtën nga minuta e parë duke bërë që të mos ketë asnjë alternativë tjetër për krahët e mbrojtjes. Në rast se Hadroj do të qëndronte në stol, atëherë do të ishte i gatshëm për çdo emergjencë. Të dy Balliu dhe Ali e luajtën të plot ndeshjen e përfunduar 2-0 për Anglinë. Kujtojmë se Hadroj fitoi ftesën te kombëtarja për sfidat e marsit, teksa tashmë është pjesë e Policia Zhytomyr në Ukrainë. Akoma nuk ka ardhur debutimi me polician për ish mbrojtësin e Partizanit, i cili për herë të fundit ka luajtur një ndeshje zyrtare me Partizanin në dhjetor. Shqipëria i nisi me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026 duke u mposhtur 2-0 nga Anglia në Wembley. Pas një fillimi të fuqishëm, vendasit kaluan në epërsi në minutën e 20 kur Jude Bellingham dhuroi një pasim perfekt për Lewis Skelly, i cili me një goditje të saktë e kaloi topin mes këmbëve të Tomas Strakoshës. Me këtë gol, talenti i Arsenalit u bë lojtari më i ri në histori që shënon në debutimin e tij me Anglinë. Shqipëria filloi të reagonte gradualisht, por Anglia mbeti më e rrezikshme në sulm. Bellingham u ndal nga Strakosha me portierin ton që shmangu një gol të sigurt, ndërsa Berat Gjimshiti bëri një ndërhyrje vendimtare për të ndaluar një gjuajtje të Harry Kane me portën bosh në vazhdimin e aksionit. Pak minuta më vonë Denburn tronditi traversën me një goditje me kokë. Në pjesën e dytë Shqipëria mbajti më mirë mbrojtjen duke mos lejuar Anglinë të krijonte raste të pastra. Kane pati një mundësi të mirë me kokë, por nuk e shënjestroi portën. Megjithatë, në minutën e 77 kapiteni anglez vulosi fitoren me një gol të shkëlqyer pas një pasimi të Declan Rice. Kjo fitore e çon në 7 numrin e fitoreve të Anglisë ndaj Shqipërisë.